Lungomare është një prej zonave më të frekuentuara të qytetit të Vlorës për gjatë këtij sezoni veror, por pavarësisht se në të shëtisin çdo ditë me mira qytetar pushues vendase të huaj, në shëtitore nuk ka stola. Ata të cilët e frekuentojnë zonën thonë se vendosja e stolave shlodhës është shumë e rëndësishme, por dhe emergjente, pasi në shëtitore sipas tyre eci një numër i konsiderueshëm i moshës së tretë, të cilët duhet të ulen e të shlodhen. Qytetarët e Vlorës tregojnë se vetmja mundësi për të ulur janë bordurat prej betoni apo edhe shkallarët e Bregdetit. Të qëndrojnë në lokal për të shlodhur, ata tregojnë se nuk e përballojnë dot ekonomikisht. E mira është jemi në stola. Ka stoli? Ka vende jashtë këtu shumë. Që duhet. Po varet e përmban ajo projekti apo jo. Mos flasim edhe po për qytetarët është e domosdoshme. Po është e domosdoshme. Në këtë rrugë jo, te rruga tjetër me përpara po. Po tani qa të bëjmë, jemi mësuar. Jo, nuk ka. Nuk ka. Pa tjetër, duhet të ketë edhe, sidomos nga pjesa e gjelbërimit, duhet të ketë. Po ku uleni për shumë, ku shëtit? Ka ulen dhe për lokale i detyruar. Ore, është një problem. Ky problem është i zgjidhur nga pronarët e lokaleve. Vetë ata ndikojnë që mos bëhen stolat, se je i detyruar të pushimit ta bësh lokal. Po ulen lokal, ku ka bordura më qa bëni? Po duhet vendosur. Sidomos për mua që jam 80 vjeç. Ku? Nuk shikoj stola. Për moment nuk shikoj, po si janë të rëndësishëm janë. Megjithatë, unë do të them një gjë. Vlora ka ndryshuar nga vjet si vjet. Mendoj për mirë, pastërtia është maksimum. Në New Jersey. Shiko, nuk mund të bëhet krahasimi direkt, si mendoni ju. Nuk mund të bëhet një krahasim i tillë. Dhe andaj ka probleme. Mos kujtoni se është kaq, edhe andaj ka mbeturina në rrugë, edhe andaj ka çdo gjë. Tani se po dal. Nuk shikoj. Jo, se po dal. Ka vjen? Me Lushnjë. Si situata këtu me Lushnjën? Po mirë duket më shumë bukur. Buzdetit më. Buzdet. Po dole në shëtitore, do rihesh buzdetit, nuk do jesh në... O vlla, ne i bëjmë stolat pedruri, po i konsumojmë shpejt se jam. Ma duhet bërë? Po duhet bërë, çdo gjë duhet bërë në këtë vendore. Se s'është vetëm për stolat, ngelëm te stoline. Fare, asnjë gjë. Po për shumë kur ecën, ku ulesh? Në kumë, në shkallë këtu. Te shkallë aty në kumë, s'ka stola. Po i vë privatit tash nuk kam, siç ka qenë hapësirë publike, e zënë e gjithë nga privati. Ma ti mund të ulesh vetëm lokal, nëse do të shkallësh? Po, ose në shkallët këtej. Nuk ka, është zënë e gjithë nga privati. Duhet të vendosen stola? Duhet ketë hapësirë publike, duhet të vendosen stola, duhet një farë kushti, po të flasim ma shumë një vëtësë, një banjë, një të bësh një dushe, nuk ka në të gjëra, si që ka pasur dikur, nuk ka. Ajo është gjëja më e keqe që ka ndërtuar në këtë pjesë. Sepse, si duket ka rënë në ujdi me këto lokale dhe pensionistat, s'kan ku ulen, duhet vend ulen dhe lokali. Po s'kan lek. Është gjëja më e ndyrë që i bëhet i populli. Ndërkohë që flasim, duhet të ketë stola shlodhës? Patjetër, kanë qenë stola, pse i hoqën. Nuk është e ishme fare. Nuk është e ishme, ne ka rënë në pjesë të shikojmë dhe jashtë. Ne shikojmë veten në pasqyrë kur vemi se kush jemi. Dhe si punojmë për popullin. Këta thanë që s'do ketë më plazhe private, e zvogluan fare, dikur kishim që tani plazh publik me lek. Hajde, kush ma përkthen. Vlen të theksohet fakti se stolat shlodhës mungojnë edhe në pjesë të tjera të Bregdetit të qytetit, si në plazhin e vjetër, po ashtu edhe në zonën e Zvërnecit.